Deputetët e Partisë Demokratike kanë denoncuar se kryetari i Kuvendit Niko Peleshi ka urdhëruar mbylljen e sallës së mbledhjes së Këshillit për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin, duke penguar zhvillimin e mbledhjes së thirrur nga opozita për shqyrtimin e kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut. Pesantarët e opozitës në këtë këshill janë paraqitur në ambientet e Kuvendit, por janë përballur me dyert e mbyllura të sallës, duke u pamundësuar mbajtjen e mbledhjes. Sipas deputetit Oerd Bylykbashi, pesantarët e këshillit përbëjnë gjysmën e antarëve dhe sipas ligjit kanë të drejtën e plot për të thirrur dhe zhvilluar mbledhjen. Ne kemi bërë këtë kërkesë si gjysma e antarëve, të cilët kanë drejt ta thrasin, me praninë e 5 antarëve mbledhja është e vlefshme, por kryetari i Kuvendit sërish refuzon që të thras pjesën tjetër të bëj veprimet e tij të domosdoshme të kërkuara nga ligji, duke bllokuar një proces shumë të rëndësishëm kushtetues të Parlamentit të Shqipërisë për heqjen e imunitetit dhe mos pengimin e drejtësisë në hetimin e kësaj afere skandaloze korruptive. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, në komunikimin për mediat, ka akuzuar kryetarin e Kuvendit Niko Peleshin se ka kthyer institucionin në bunker të Belinda Ballukut. Në shkresën që Peleshi u ka nisur deputetëve të Partisë Demokratike, sqarohet se Këshilli i Mandateve nuk do të mblidhet pa u shprehur gjykata kushtetuese për çështjen Balluku dhe se zëvendës kryeministrja ka kërkuar 3 javë kohë për t'u mbrojtur. Bardhi tha se Niko Peleshi ka mbyllur çdo sallë të Kuvendit, si dhe atë të Partisë Demokratike, duke mos lejuar as zhvillimin e një takimi me gazetarët në zyrë. Bardhi tha se do të vijojnë me kërkesat për mbledhjen e Këshillit të Mandateve. Sot, Kuvendi është bunkeri i Belinda Ballukut, ku këta mendojnë se do të strehojnë çdo të korruptuar të kësaj qeverie, mendojnë që do të marrin peng drejtësinë, mendojnë që do të pengojnë drejtësinë të bëj detyrën e saj. E kanë shumë gabim, më së pari kryetari i Kuvendit, që kthehet shumë në zyrtarin e dytë të lartë të shtetit, që në vend që t'i shërbej interesit publik, edhe ai si kryeministri e ka shndruar zyrën e tij në zyrë avokatie të panderus Belinda Balluku, duke zvarritur një kërkesë të ngutshme të prokurorisë. Ju e keni parë që media ka transmetuar apo ka publikuar dëshminë e vartëses së zonjës Balluku, që ka bashkëpunuar me SPAK-un për treguar se si është zhvilluar procedura e tenderit të tunelit të Llogaras. Është pikërisht kjo vartëse që sipas kërkesës së prokurorisë dhe provave të sjellura në Kuvendin e Shqipërisë, është intimiduar nga zëvendës kryeministra e pandehura Belinda Balluku. Dhe këta po tentojnë që duke dhënë kohë zonjës Balluku të intimidojnë çdo dëshmitar, të prishin provat dhe të marrin peng drejtësinë.